2025 të jetë ajo e cila do të alironte në fakt pozitën e presidentit për një person tjetër, qoftë për zonjën Vjosa Osmani, që LDK-ja gjithashtu arriti t'i siguronte edhe 15 nënshkrimet për kandidaturën e saj, por jo sigurisht votat për në kuvend. Prandaj jemi këtu ku jemi në këtë situatë, mos të harrojmë përmendem që lëvizja vetëvendosje ditën e fundit në fakt propozoi edhe 2 emra për president, pra kandidat për president, të cilën arritën që të mos zgjidhet për shkak të mos formimit të forumit për mbajtjen e seancës. Vokshi, nga një bashkëpunim i mundshëm mes Vjosa Osmani dhe Albin Kurthi, tani më do duhet që të jenë përballë në zgjedhje. A e rrezon Vjosa Osmani Albin Kurthin, po e them në thonjza këtë rrëzimin e mundshëm, apo disi e vështirë duket? Shiqo, unë gjithmonë kam qenë e pajtimit që Vjosa Osmani të jetë në anën tjetër, pra për shkak të këtyre balancave politike që i përmenda më herët, por në këtë rast mbetet të shihet prej shumë faktoreve të cilet do të paraqiten pastaj edhe gjatë fushatës zgjedhore. Mos të harrojmë që zonja Osmani është përballur me një propagandë të fuqishme edhe nga lëvizja vetëvendosje, se a do të mund të arrëzoj, unë nuk besoj që do të mund të arrëzoj, por që a do të merr përqindje pra nga lëvizja vetëvendosje ato votat të cilat dikur i kishte marrë nga LDK-ja dhe i kishin bërë bashkë ato forcat për zgjedhjet e vitit 2021, ndoshta 1% mjaftueshme por për të arrëzuar nuk e besoj. Por si do qoftë do ja vështirëson në disi apo jo, se të paktën herën e parë Kurthi nuk arriti ta formonte dot qeverinë e tij, nëse i referohem sigurisht situatës për formimin e qeverisë, por në kontekstin, po themi aktual që ka dhe figura të tjera të rëndësishme, mund të ndryshojë disi. Prandaj thash, njëri krah është kjo, krahu tjetër edhe siguria e institucioneve në vend. Pra, edhe ajo mund të shifet paksa në rrezik, është një proces i gjatë kohor që bëhen zgjedhje, ripërsëriten zgjedhje, futen sërish në zgjedhje përpos aspektit monetar. Po, sigurisht po, pra vitin e kaluar Kosova i ka pasur 3 parë zgjedhje. Kishim zgjedhjet nacionale në shkurt të vitit 2025, pastaj për një pamundësi për të zgjedhur kryetarin e kuvendit, procesi këgjasi shumë u zvarrit. Në tetor kishim zgjedhjet lokale dhe pastaj për të përfunduar në dhjetor me zgjedhjet nacionale, tani për shkak të presidentit, dhe kjo është një precedent i rrezikshëm që nëse do ta vazhdoj Kosova, pra pa një konsensus, pa një pajtim në mes gjitha partive politike, dhe këtu në këtë rast teksti do të bie te lideri i lëvizjes vetëvendosje më së shumti, për shkak që është partia që ka më së shumti vota, pra ka 51% të votave dhe nuk do t'i duhej ndoshta një pushtet absolut ashtu siç po shihet që po e kërkon. Pra, meqense po shkojmë në zgjedhje, po i bie që është duke kërkuar një pushtet më të madh se sa që e ka, e që në historinë e Kosovës nuk ka ndodhur asnjëherë që një parti pra të ketë 60% të votave. Kjo është e pamundur, prandaj thash edhe më herët që ekziston rreziku që të përsëriten zgjedhjet, nëse edhe pas këtyre zgjedhjeve nuk arrihet një marrëveshje për president. Ndërkohë, ajo çka më bëri shumë përshtypje edhe herën e kaluar për rezultatin zgjedhor ishte edhe rasti i diasporës. Ndoshta aty ku të paktën në Shqipëri këtu ne shohim që një lloj shprese nga diaspora për të ndryshuar ndjes, tjetërsuar situatën. Një gjë e tillë nuk ndodhi këtu, por dhe aty nuk ndodhi. Pra dhe diaspora ishte në favor të Kurthit. Tani këto janë situata që nuk propagandohen dot apo jo. Pra është rezultat ndoshta i saktë që vjen. Po, natyrisht që Kurthi votat më të mëdha i morin në Kosovë, pra jo vetëm nga diaspora, por që përcaktues i këtij rezultati kaq të thellë, siç ishte në dhjetor të 2025-s, ishte me të vërtetë diaspora, e cila erdhi në Kosovë, pra është momenti kur diaspora kosovare zakonisht vin për të pritur vitin e ri në Kosovë, dhe ishte një momentum shumë i rëndësishëm pra për këtë zgjedhje për ta përcaktuar rezultatin kaq të thellë. Tani në muajin qershor gjithashtu mund të ketë pra diasporë në Kosovë, jo në një numër aq sa ishte atëherë, sepse pushimet e diasporës nuk janë gjithmonë në të njëjtën kohë, pra varësisht prej shteteve të ndryshme, po prej tyre që vinë
mes të muajit korrekt, pa prej atyre në muajin gusht, por unë besoj që kësaj radhe nuk është që po i bën aq shumë përshtypje zotit Kurti data pra e këtyre